Kjo është e mrekullueshmja, çka do të thotë sa e mirë është t'jesh rob i Zotit, edhe të mos kesh nevojë as të mendosh se të arratisesh prej tij, përkundrazi me gjithë tmetat tua, me gjithë të këqijat tua, maksimumin e ngrohtësisë, maksimumin e trajtimit të mirë, të përgëdheljes do ta gjesh tek Allahu fuqiplot. Dhe paramendo si i përgëdhel Allahu i madhruar mëkatarët, më lejo t'i jap vetëm një dy shembuj edhe pse janë të shumtë, me dhjetra ka në Kur'an. Në njërin prej ajeteve kuranore, Allahu i madhruar i thret mëkatarët kështu: Ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. O robët e mi. Shprehja o robët e mi është shprehje përgëdhelëse. Për arsye se ti je rob edhe sklav, kudo të qoftë tjetër, është në nënçmim edhe për ulje dhe shumë e rëndë. Por në relacion me Zotin është nder edhe privilegj. Kështu që Allahu tash po e përshkruan ose po e çun robin si të vetin. Dhe kjo e ofron një ngrohtësi shumë të madhe, për arsye se nuk kemi të bëjmë me armiqësi, po kemi të bëjmë me miqësi, dashamirësi dhe afërsi. Pastaj vije tërheqja e vërejtjes me fjalën alladhina asrafu ala anfusihim, të cilët e tepruan me mëkate ndaj vetvetes. Kjo pastaj e shkakton një shqetësim, por qëllimi është që robi të këndellet, të filloj të mendoj seriozisht për situatën në të cilën gjendet, edhe të mendoj për arratisje. Të mendoj shumë seriozisht për arratisje. Mirë, po tash drejtimin edhe kahjen e arratisjes e përcakton fjala në vijim: la taqnatu min rahmetillah. Mos i humbni shpresat nga mëshira e Allahut, se Allahu i fal mëkatet që të gjitha. Allahu i fal mëkatet që të gjitha. Kjo është e mrekullueshme, pra të alarmon, të shtin që të mendosh seriozisht për të arratisur, të ndrosh pozicion edhe gjendje, edhe situatë. Mirë, po kahjen ta përcakton me çka? Me butësi edhe me kujdes të skajshëm, me përgëdhelje edhe me ofertën të cilën prap nuk e hasim askund tjetër përveç se te Zoti i gjithësisë. Edhe shembulli tjetër është gjithashtu shembull madhështor, mendoj edhe shumë i mirë, kur Allahu na tregon se Allahu i do ata të cilët pendohen. Ma thua Ermir, a ka mundësi njeriu të jetë 100% i përpikt edhe ta meritoj këtë? Jo. Për çfarë arsye? Se për të qenë i penduar do të jesh mëkatar fillimisht. Pra, je mëkatar, je gabimtar, je fajtor, ke bërë kështu, ke bërë ashtu. Me rëndësi është që ndërgjegjja jote në një moment caktuar ka funksionuar. Edhe funksionimi i asaj të ka bërë ty që të mendosh ka të mbash. E ke pa edhe je bind se rruga në cilën ke ecë deri tani nuk është e duhura. Për arsye se po vazhdo edhe ca hapa, ndoshta do të arrish te gremina e humnerës. Për këtë arsye ke nevojë të ndalesh edhe të ndrosh drejtim ose kahje ose pozicion. Ka t'ja mbash. Ti kthehesh Allahut fuqiplot. Po unë jam i keqi, kam bërë shumë të liga, po ama e ke vetëm një hap për të bërë. Hapi i duhur që është pendimi, edhe me automatizëm do të shndrohesh në personin e dashur tek Allahu. Pra, mëkatar po, fajtor po, gabime ke bo po, tmeta ke sa duash, mirë po e ke bo pendimin, me automatizëm e fiton statusin e të dashurit të Allahut fuqiplot. Unë mendoj se kjo është e mrekullueshmja.